Mirë mbrëma të gjithëve. Të nderuar anëtarë, të ftuar miq dhe dashamirës të shoqatës Bashkimit Firak në Mbretërinë e Bashkuar. Mirë se keni ardhur në këtë eveniment dhe ju falenderoj që jeni sot prezent të gjithë së bashku këtu për të festuar së bashku festat e nëndorit 28 dhe 29 nëndor. Ditë këto të shënuara dhe të shenjta për kombin tonë. Këto data përkohen me krenarinë, me sakrificat dhe me rrugëtimin e gjatë të popullit shqiptar drejt lirisë dhe bashkimit kombëtar. Në këtë atmosferë gëzimi dhe krenarie që përkroj jo vetëm për vjetorin e pavarësisë dhe çlirimit kombëtar, por edhe për forcimin e solidaritetit me njëri tjetrin. Sot nuk jemi thjesht një komunitet emigrantësh. Jemi një familje që ruan rrënjët, gjuhën, traditat dhe kulturën e komunitetit dhe të popullit tonë. Para se disa ditësh, shoqata jonë festoi edhe për vjetorin e saj të parë të krijimit. Bashkimi Fierakëve në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe kjo shoqatë është bërë shembull i asaj se çfarë mund të arrijmë kur punojmë së bashku duke ndihmuar anëtarët tanë të integrohen në jetën e përditshme, duke ruajtur lidhjet me vendlindjen dhe duke organizuar aktivitete kulturore dhe humanitare, si dhe duke qenë një pikë referimi për çdo Firak dhe jo vetëm që nga ata që kërkojnë mbështetjen dhe shoqërinë dhe vlerësimin tonë. Kjo shoqatë është ngritur me vullnetin e mirë për përkushtimin dhe dashurinë për qytetin dhe vendin tonë. Çdo aktivitet që organizojmë, çdo projekt, çdo mbështetje që ju ofrojmë njëri tjetrit, e bën këtë shoqatë më të fortë dhe më të bashkuar. Le të jetë kjo mbrëmje një kujtim i bukur, një përbashkim i energjive tona pozitive dhe një përfitim që do të vazhdoj të arrisim e të forcojmë këtë komunitet këtu në Mbretërinë e Bashkuar. Përfitoj nga rasti dhe gjej momentin për të shprehur në emër të kryesisë së Bashkimit Fierak në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe në emrin tim personal, falënderimet tona për organizimin dhe përkushtimin maksimal të disa anëtarëve të kësaj shoqate për këtë eveniment, që me dëshirë, punë dhe dashurinë e tyre arritën dhe realizuan këtë mbrëmje të bukur festive. Nuk mund të ri pa përmendur disa nga organizatorët e palodhur, Lana Ramadani, të cilën e falenderojmë veçanërisht, sekretaren e shoqatës tonë, zonën Atina Ramadani për kontributin, e cila me forcën dhe dëshirën e saj bëri të mundur realizimin e kësaj ngjarje. Gjithashtu, falenderojmë Esmeraldën Gjele për mbështetjen dhe kontributin e saj, si dhe Ana Biçakun për ëmbëlsinë dhe diabetin që na ka dhënë. Gëzuar festat e nëndorit, rof dita e pavarësisë dhe çlirimit, rof Shqipëria jonë fisnike, rof Bashkimi Fierak në Mbretërinë e Bashkuar. Rof komiteti, gëzuar festat e nëndorit. Faleminderit. Ftojmë grupin e vajzave të vallëve, na nderojë pjesëmarrjen e tyre.
Essa